Përshëndetje të gjithëve. Motra dhe vëllezër, ju falenderoj me zemër për këtë pjesëmarrje mallështore, për këtë tubim të jashtëzakonshëm të LSI-s në Shkodër. Dua të falenderoj kryetarin ton, zotin Ilir Meta, i cili punon non-stop 24 orë për Shqipërinë, për Shkodrën, për qarkun ton, dhe dua një falenderim të veçantë dhe një mbështetje për jush, të cilën e presim, e ndjem dhe e kena garanci. Zoti Meta, Lëvizja Socialiste për Integrim do fitojnë në Shkodër në gjithë Shqipërinë. Do ju garantojmë se fitoria vjen nga Shkodra. Nis nga Shkodra si çdo punë e mirë në qytetin tonë. Atëherë, dua të them gjithë vëllezërve dhe motrave që janë këtu dhe jashtë kësaj sallë, që janë shumë. Siç tha edhe organizatori jonë, Gzim Podgorica, ne kemi mira qytetarë që na mbështesin. Puka, Malësia Malle dhe Shkodra. Ju garantojmë që do marrim një fitore spektakulare. Faleminderit gjithëve. Ju jemi mirënjohës, ju, familjeve tuaja, miqve tuaj, njerëzve tuaj që do na mbështesin me 23 qershor. Fitore.